Ishte një knatësi mu banon, një knatësi e papërshkrueshme. Mendimin e familjarëve ja kom dalë, se ju që kisha mujt vetë. Nuk kisha thonë që kjo ka qenë arsyeja kryesore, që mu ka shfoq ankthi, por ndoshta edhe është. Filluan simptomat e para të ankthit, nuk isha në gjendje as për vete, se le më kujdes për një fëmijë. Qysh ishte si ndryshim në jetën tënde? A pate shumë frikë, sepse ke qenë shumë e re dhe qysh e ke përjetu prej këto vitet e para? Ishte një knatësi mu banon, një knatësi e papërshkrueshme, por e re, nuk isha për njohuri. Nuk e qenë shumë e vetëdijshme, sigurisht. Po, s'kisha shumë njohuri se si duhet më kujdes për një bebe, po mendimin e familjarëve ja dola. Po a ke ndjerë vetën gati për një përgjithësi kaq të madhe? Jo, me të thotë drejtën ju që isha e përgatitne, po ndodhe ashtu. Po qysh ka qenë ai ndryshimi nga një vajzë e re, 16 vjeçare, në rolin e nënës? Është një përgjithësi shumë e madhe, është një, me të thonë drejtën, është edhe një ngarkesë, po mendimin e familjarëve ja kom dalë, se ju që kisha mujt vetë, se s'kisha njohuri. Po qysh është ajo gjendje emocionale me njerë ditët e para pas lindjes, edhe mendon që një prej arsyeve kryesore është edhe të bërit nën në shfaqjen e ankthit tënd? Nuk isha thonë që kjo ka qenë arsyeja kryesore, që mu ka shfoq ankthi, por ndoshta edhe është. Ndoshta edhe kjo ka qenë. A ke ulumtu për gjatë kësaj kohe me u mundu mi gjetë faktorët që po të ndikojnë? Çka ke kuptu të vetja? Unë edhe si fëmijë, nuk është që kam pas, do me thonë, një jetë të ngarkume, një jetë... Jo dhe ashtë letë. Jo dhe ashtë letë, po. Edhe mund me ndiku shumë faktorë këto. Traumat e hershme. Traumat e hershme të fëmirit, sigurisht që ndikojnë. Cili ka qenë pjesa apo faza më e vështirë për ty si në moshën 16 vjeçare? Kjo kur filluan simptomat e para të ankthit, kjo ishte pjesa më e vështirë që nuk isha në gjendje as për vete, se le më kujdes për një fëmijë. Po, ja kaluva. Ja dole. Kë e pate për kraje gjatë kësaj kohe? Kisha familjarët e burrit, familjarët e mi. Mirë Po shumë. mirë, ja dola. Po bashkëshorti, sa ishte për krasë? Shumë. Si gjithdo bashkëshortë, shumë. Me qartë. Po përveç energjisë negative, do me thonë që e ke marrë, që ke përjetu gjatë kësaj kohe për kaq shumë vite, cila ka qenë një diçka pozitive që unë dëshme e cekë? Kam pas edhe momentet mira gjatë asaj periudhe, por ma shumë errësirë, se ankthi është i tillë ashtu. Nuk kisha mujt me cek diçka që ka met në mend, diçka e mirë gjatë asaj periudhe, dhe me cek diçka. Po, ka njerë kisha në moment shumë të mirë me vajzën e vogël. A ke mujt me e shiu edhe këtë pjesën, këtë rolin e mëmësis, me qenë se qysh me njëherë pak muaj pas lindjes, ke fillu me përjetu ankthin edhe depresionin? Shumë pak. Shumë pak e ke shiu si moment, si rritje? Tërkom pak për këtë fazë. Isha në atë mbylljen në vetë, isha e shkëputur nga gjithë qka, nuk isha energji, nuk isha vullnet. A ka ndiku direkt në raportin tënë me fëmijën? Ka ndiku shumë. Ka ndiku shumë.